krejt që kem bu për vetit. Do më thonë edhe unën financiare, se Alpet janë të kushtueshme, po edhe unën financiare, edhe unën teknike, krejt që kem bu vetë. Do më thonë e kem kap dufer shpicin vetë, domin e kem kap vetë, Matterhornin e kem kap vetë, Matterhornin e kemi kap me Kujtim Kraki. Në Kujtim Kraki, në vitin 2022, do më thonë edhe ka qenë viti më i vështirë në historitë Matterhornit, ku e kemi kap në atë vit. Për ata që se din Matterhorni është më duket prej majeve më të rrezikshme në Zvicër. Kjo është fakt. Po, do më thonë mas Shreghornit. Shreghorni është maja më e vështirë që ne kemi në plan. Mas Shreghornit kuptohet është Eiger Nordwand, po ajo është i nivel tjetër, do më thonë ajo është për alpinistë tjerë, po mas Nordwandit, Eiger Nordwand është Shreghorni edhe Matterhorni, të janë dy. Fatona, ke pas të ftoftë këtu të kjo fotografi që i zdisa me dha... Po, këtu jemi në Alp Hubel. Alp Hubel është një mal 4206 metra. 4206 metra. Po, ti me krash shkurdra këtu. Po, do më thonë që ky ka qenë viti, ky para 2 viteve, këtu është, do më thonë, çdo maje ka një kryq. E që ky kryq është dikun përmi 6 metra. Para 2 viteve këtu kryqi u kon komplet i mlumen në borë. Ka pas borë ma shumë se 6 metra. Po, 2 vite për mas, ka pas, do më thonë, shkrimjet madhe për shkak temperaturave. Pikrisht o kon edhe ky viti ku e kem kap në qet vit e kem kap Matterhornin, do më thonë, mas 2 javë mas këtu. As ke pas ftoftë kështu? Jo, kon në zejt këtu. Në zejt ka qenë këtu? Lartë? Po. Okej. Kështu ke dalti me rroba shkurtë? Jo, se bjeshka nuk... Flamurin në UÇK-s, në çdo maje që delni, që arrini suksese, nxjerrni. Po, do më thonë çdo maje interesante si e bojmë, ngjesim, i japim një imazh të mirë edhe vendit, do më thonë edhe Shqipënisë edhe Kosovës, për shkak se jemi shumë pak të njohur në këtë sport, edhe është një imazh shumë i mirë si i bojmë vendit. Do më thonë flamurin kombëtar me 3 shkronja të arta, të shejta. Tu që i kemi çdo herë me në zemër, edhe me vete. Çdo herë me çdo maje i ngris. Çish reagon komuniteti zviceran ndaj juve si grup alpiniste? Po kanë respekt veçantë. A din se këtu çdo kush, do më thonë, alpinistat zviceran si merren me Alpe, i njohin Alpet edhe i din vështirësitë e tyre. Edhe ata bile jemi të komunitetit zviceran jemi shumë të njohur. Jemi shumë të njohur për shkak se i kemi grupet në Facebook, në rrjete sociale ku shpërndajmë, shkembejmë foto, shkembejmë male, kanë një respekt veçantë për neve. Mirë po është, do më thonë, për zakonisht ku bojmë bjesht në alta, në për bujtina, është me të thonë drejtën diçka dhe pejtyne e re, se ka shumë pak si, jemi konë shumë pak njohur në këtë sport. E si përgatitni ju për me ngjit një maje? Ka shumë kohë për me përgatit me vendosë se ka me cilën rrugë me marë? Po zakonisht ku ti bojmë planet, përcaktojmë cilën anë doj me ngjit, edhe tani në kombinim grupi zbashku, do më thonë Kujtimi, Haqifi, Meri, e koordinohem zbashku të gjithë, edhe përvoj me ngjit. Nuk ka mal të vështira, ose nuk ka Alpe të vështira, po gjithmonë ka kohë të keqe. Do më thonë koha faktori numër 1 në Alpe. Ka male shumë të lehta si janë për mund ngjit, po këto moti i keq, koha e keq e vështirëson ngjitjen. Ose ka Alpe shumë të vështira për shembull mund ngjit, po këto është moti i mirë e lehtëson ngjitjen. Po. Sa herë në muaj apo në vit apo sa herë në vit ngjitni malor Alpe? Po zakonisht atë po flasim kështu sa ka qenë kujta me neve, do më thonë spaku 3 herë në mujt. 3 herë në mujt? 3 herë në mujt kem dalë. Wow. Jemi konë shumë aktiv. Mas i ka ndodhur aksidenti i kujtëse të mas, do më thonë shumë pak kemi dalë. Bile një mal se e kemi pas në projekt ka herë, është Jungfrau, është një për maleva më të vështira,
është 4158 metra, është në kantonin e Bernit, do më thonë është ball për ball me Mënh. Mënhin e kem bo bashku në kujtimi edhe Imeri. E vitin e kaluar kemi ngjitë edhe me Imerin edhe Jungfrau, një mal shumë i vështirë, ndoshta është një pi maleve se i ka akullnajat më të mëdha në Evropë. Çfarë kënaqësie ndjeni për me dalë në për Alpe? Du me ditë vetëm këtë, se unë jam larg kësaj. Është një sport. Por kënaqësia, du me ditë vetëm kënaqësia. Është një sport shumë i mirë. Po. Është tep adrenalin. Na shumë herë përdorim një thanje, këto Alpet e nalta shka janë, krahazohen me fushbeteja. Po. Të më honë, ku të mësysh Alpet është sikur më nisë në fushbetej. Po. Mirë po, duhet me ditë edhe me njerë si je me ta, me pas besim, ati se do më thonë shumë herë kemi jetën e njëri tjetrit në dorë. Edhe duhet me njoft mirë shokin, duhet me na jemi konë, do më thonë që kemi funksionu një katëshë shumë e mirë, se kemi njoft mirë njëri tjetrin, e kemi ditë sa mundët njëri sa mundët tjetri, për që ta dhe jemi konë shemull, jo veç për diaspor këtu, po edhe për Kosovë, për Shqipni, jemi konë shemull qysh kem funksionu e qysh funksionojmë si grup. A di se as kem pas i nati me njëri tjetrin, as, do më thonë, që kjo dhe ka bu si kem etë shumë. Kemi arrit nashta me i kap gjitha këto male si i përmendim, nashta jem të partë si kem kap kaq shumë male vetë, pa ndimin e kërkujna.